Jemi rikthyer të nderuar teleshikues në studio, do të flasim tani për një temë më të lehtë mbas temave vërtet të ngarkuara që diskutuam sot në A2 Weekend. Do të flasim për motin dhe syt më shkëlqejnë ashtu si shkëlqeu moti dhe si shkëlqeu dielli ditën e sotme nëpër Tiranë, në kryeqytet, dhe që besoj dhe ju keni kaluar një të shtunë të bukur. A do të vazhdojmë kështu? Ne kemi producenten e motit në A2 CNN, Tanja Porja, e cila na bashkohet në studio. Përshëndetje. Tanja, mirë se erdhe. Shpresoj e keni shijuar ju që keni qenë jashtë, sepse ne që kemi qenë në studio nuk e kemi parë gjithë të diell. Do keni dhe ju që keni punuar sot brenda kohë për të shijuar diellin. Të paktën deri nga mesjava tjetër patjetër. Po sepse ka qenë dimër, ver, vjesht, ver, tani më duket është ver prap apo dimër, si do të vazhdoj moti kështu, domethënë. Dhe në fakt është e vërtetë, Suela, kemi patur ver, vjesht, dimër, vjesht, ver sërish, si kjo dita e sotme, ku termometri maksimal sot pritet të shënojë, do ketë shënuar rreth orës shumë pranë treshit, rreth 28 gradësh, një vlerë tipike kjo e qershorit, do thosha dhe jo e muajit tetor, ndërkohë që ky lloj kalimi vjesht, ver, dimër, vjesht dhe sërish ver është bërë vetëm nga fundi, java e fundit të shtatorit dhe gjatë gjithë këtyre dy javëve të tetorit. Vijon me diell. Vijon me diell sot, nesër, vranësirat sa vinde shtohen, vetëm në mesjavë të mërkurën e presim që situata të ndryshojë. Pra, këto kushte të motit të kthjellët kryesisht në pjesën më të madhe të Shqipërisë, vetëm vranësirat her pas here sa janë kalimtare dhe kryesisht në zonat malore. Deri të mërkurën kemi këtë situatë. Të mërkurën presim po shikoja një hartë shumë të ndalikuar që unë nuk e kuptoj që sapo na i dha regjia që ke edhe në LED Wall. Okej. Është situata në shkallë kontinenti ku e gjithë Europa në ditën e sotme, këtë fundjavë në fakt paraqitet mjaft stabil, kryesisht me diell, përjashtim bën vetëm pellgujt e zi dhe brigjet lindore të Spanjës nga Barcelona dhe deri poshtë në Almeri, ku ka stuhi të forta ciklonare, stuhi të cilat do të zhvillohen dhe gradualisht shkëputet nga një ciklon i vogël nga këto stuhi mjaft të mëdha drejt mesdheu, dhe kemi thënë që tetori në fakt nuk na ka zhgënjur për parashikimin, Suela, sepse kemi patur her pas here çdo 4-5 ditë goditje nga stuhi të fuqishme ciklonare në zonat të caktuara të pellgut të mesdheu, dhe më pas janë shkëputur stuhi më të vogla nga këto stuhi që kanë goditur herë veriun Italisë, qendrën apo jugun Italisë, herë Greqinë, Ballkanin, lart Kroaci, Sloveninë, si kundrejt e territorin shqiptar, dhe kjo situatë ka vijuar të paktën nga fundi shtatorit dhe deri në këtë moment që flasim, dhe presim që të mërkurën të shfaqen të rikthehen rreshjet, fillimisht në jug dhe në qendër për të mërkurën. Të mërkurën i bie data diku tek rreth datës deri nga data 17, ne presim që të kemi prezencë rreshjeve. Sa bie mërkura? Po, deri nga data 15 deri nga data 17-18 do të kemi rreshje prezente, herë në jug qendër dhe më pas edhe në veri qendër. Rreshje apo dhe temperatura të ulta? Do t'i veshim ndonjëherë pallto këtë dimër? Do doja të më lejosh për rreshjet. Më pas, pra të mërkurën dhe për 3-4 ditë ne kemi prezencë të rreshjeve, jo ndonjë rreshje për të shqetësuar, ndërsa për te datës 18 kemi disa ditë. Prandaj të thashë do kesh plot kohë për të shijuar, disa ditë me diell, deri rreth datës 27-28 tetor, pra deri ditët e fundit të tetorit.